A jemi okej? Okej, e fillum. Përshëndetje. Fillojmë mbledhjen e ditës me rendin. Jeni dakord për rendin e ditës? Kush është dakord? Atëherë, fillojmë me projekt vendimin për miratimin e ndihmës ekonomike 6% muaj mars 2026. Kemi ndonjë pyetje? Po, zoti Pashk. Zoti Pashk ka fjalën. Ndezër është. Po, nësë. Tani, për njëmë ekonomike, e bom bjede në Komisionit Ekonomisë, parashtruam ato kërkesa atyre në gjohë për në riparent vogël, jemi unanimisht dakord me kalu, pa... Atëherë edhim votim, kush është dakord? Filloj me pikën 2. Projekt vendim për miratimin e një ndryshimi në VKB numër 63/22/4/2020 për miratimin e prishjes së detyruar të ndërtesave, pronave publike dhe pronave private të dëmtuara nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019, bazuar në atë ekspertizat e thelluara të kryera nga Instituti i Rindërtimit Tiranë. Ka njëri ndonjë pyetje apo mund ta relatoje Nertila? Atëherë, përshëndetje gjithëve. Referuar vendimit datës 3/4/2026, do më thënë që i takon para një... A mund të vazhdoj? Okej, ti thoje 2 fjalë. Kryetare? Si mendoni, ta edhim votim apo keni nevojë për relatim? A bëj fjalë për pallatin 84? Po. Tani ne kemi bërë gjithat luftë që shoqërt të riparohet e të rikonstruktohet pjesa dhe ta kalojmë, s'ka nevojë për të relatuar. Okej, kush është dakord? Kundër? Abstenim? S'ka. Pika 3. Projekt vendim për miratimin e listës aplikuesve që kanë aplikuar në platformën online Shtëpia ime për të përfituar nga programet e procesit të rindërtimit dhe që përfitojnë nga programi i rikonstruksionit dhe përforcimit. Mund ta relatojnë edhe ky projekt vendim shkon automatikisht lidhur me projektin. Berti, lutem. Po. Fare mos e o merë firmët. Ju lutem. A mund vazhdoj? Po. Atëherë, edhe ky projekt vendim vazhdon automatikisht me vendimin e Këshillit Bashkiak që morëm më përpara, kështu që të gjithë familjet klasifikohen në përfitimin e granteve të rikonstruksion për forcimit. Kush është pro? Qa do me diskututi? Kundër? Një, shënoje kemi kundër. Okej, miratohet. Po? Miratohet. Gjithë dhe prakoshme. Po, pa tjetër. Pika numër 4. Pika numër 4. Projekt vendim për miratimin e përzgjedhjes së përfituesve nga procesi i rindërtimit. Kjo është pallati 84 që nuk ka nevojë për relatim, thjesht janë emrat e përfituesve të pallatit 84. Kush është dakord? Qeveri teknike. Kundër? Një abstenim. Kundra, ke një kundra. 3, okej, 4 kundër. Jo, sa për të miratuar, për të pasur. Pika 5. Projekt vendim për miratimin e shpalljes së përfituesit në zbatim të vendimit gjyqësor të formës së prerë, i cili ka aplikuar në platformën online Shtëpia ime për të përfituar nga programi i procesit të rindërtimit. Programi i zhvillimit të objekteve të reja. Keni në i pyetje për këtë? Po, me gjyq. Është me vendim të formës së prerë. Për njohje të Këshillit për zbatim. Kush është pro? Po të pas gjyq, rritë jashtë? Po si qeka. Atë pas gjyq. Atë qete kemi që në një 10. Kemi hangër juja. Kemi që në një 10.
flasin. Po ti je femër e përgjeshëm. Këtu ndryshme sole. Po si kaloni? Si e kaloni shtorën ditë ju? Si e kaloni shtorën ditë? Kemi 3 orë të pres. O zone këtare. Qa pa bëva ki? Morti. O zone këtare. Se ika? Po që ku i kena ndarë të fillet? Ka 5 orë të pres. Lutem vazhdojmë lidhjen me procedurën. Morëm punë. E di për ka 5 orë në ato. Do me diskutu të shi. Jo, po ka... Kundra. Tu isha vla, atë e zvisot. Se tjetër që me bonjour. Nuk ka lezet e kur. Nuk ka lezet me më zhuri e tjetër në kur. Pika 6. Projekt vendim për miratimin e kërkesës së Bashkisë për mbështetje financiare nga Fondi i Emergjencave Civile të një familje për dëmet të shkaktuara në Orrendi dhe Pajisje si pasojë e djegjes së banesës nga zjarri në njësinë administrative Mamura Skurbin. Dokumentat i keni parë e edhin votim. Jo, qa votimi, o për tjera. Time, qa poni shumë? Pika 7. Projekt vendim për miratimin e mbështetjes financiare nga Fondi i Rezervë. Qeveri teknike, zgjedhet pa kohë. Jeni dakord? Qeveri teknike.